Prishtinë. Nëse do të ketë të reja në Parlamentin e Kosovës, do të kemi një lidhje të drejt për drejt me korespondentin ton atje Besim Abazi që do të njoftoj pra me të rejat më të fundit. Ndërkohë në Shqipëri këshillat e rinj bashkiak nisën punën duke u shoqëruar me debatet e para mes pozitës dhe opozitës. Në ngritjen e strukturave të reja vendore vihet re një fuqizim i rolit të grave, të cilat nga zgjedhjet vendore të qershorit kanë siguruar një numër të konsiderueshëm postesh në drejtimin e këshillave bashkiake. Korespondenti ynë Raymond Kolla na njeh më gjerësisht me këtë temë. Këshillat e rinj të bashkive që përfaqësojnë dhe organet më të larta të njësive vendore që dolën nga votimet e 21 qershorit nisën aktivitetin e tyre. Në jug të Shqipërisë këto këshilla zotërohen nga socialistët në pushtet dhe aleatët e tyre dhe vendimarrja e parë rëndësishme lidhet me buxhetet deri në fund të këtij viti. Reforma e re territoriale ka bashkuar një seri njësish vendore dhe shkrirja e buxheteve nuk shihet vetëm si një moment teknik. Kryetaria e re e Bashkisë së Gjirokastës Zamira Rami vlerësoi në takimin e Këshillit të Bashkisë së Gjirokastrës rëndësinë e realizimit të praktikave të buxhetit, nga i cili varen mjaft shërbime të rëndësishme përfshirë dhe ndihmën ekonomike për familjet më të varfra. Dhe ne kemi diskutuar gjithë së bashku këtu në këtë tryezë të rregullatës dhe kemi thënë që për shkak të afatit kohor shumë të shkurtër, ne në mbledhjen e parë të gjithë do të tolerojmë në lidhje me dokumentacionin për afatin kohor që duhet të respektojmë. Dhe ashtu siç të gjithë jemi të dieni që ndihma ekonomike është shumë e rëndësishme për të gjithë banorët e Bashkisë Madhe të Gjirokastrës, ashtu të gjithë e dinë që në udhëzuesin për bashkitë e reja është taksative që ne duhet patjetër të kalojmë edhe buxhetin. Antarët e Këshillit Bashkiak të opozitës kërkuan ndërkaq kohën e mjaftueshme 5 ditore për shqyrtimin e dokumentacionit, megjithse bashkimi i buxheteve të njësive ka qenë një proces mekanik. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Opozitës, Roland Beko, tha se zbatimi i praktikave të Këshillit Bashkiak është mjaft i rëndësishëm. Respektoni ligjin, ligji thot 5 ditë përpara. Dhe ne jemi Këshill Bashkiak dhe nuk është e thënë që duhet me vendimet që kanë marrë komunat, të cilat mund të jenë vendime pa diskutim të drejta, të arsyeshme të tjerë, të kalojmë në miratim në këtë lloj buxheti. Ndërkohë, ndërsa debatet e para mes pozitës dhe opozitës janë tejkaluar në Gjirokastër, në Këshillat Bashkiak në jug të Shqipërisë vjet re këtë mandat 4 vjeçar një fuqizim i rolit të grave. Krahas drejtimit të disa bashkive si asaj të Gjirokastrës, Libohovës dhe Sarandës, roli i grave pritet të ndihet edhe në Këshillat Bashkiak. Në disa bashki si atë të Delvinës, Sarandës, Konispolit, Tepelenës dhe të Libohovës, kryetarët të Këshillave Bashkiak janë zgjedhur gra me përvojë në jetën publike. Fuqizimi i rolit të grave është vlerësuar në nivelet e pushtetit vendor nga partitë politike, në saj dhe të veprimtarisë së disa programeve ndërkombëtare që kanë mbështetur kohët e fundit në Shqipëri fuqizimin e rolit të gruas në vendimarrje. Funksionimi i Këshillave Bashkiak shihet nga analistët vendorë ndërkaq si mjaft i rëndësishëm për zbatimin në praktik të reformës së re territoriale. Mungesa e një ligji të ri për qeverisjen vendore dhe reformave të dhënies së më shumë kompetencave pushtetit vendor, nëse do të shoqërohej edhe me përplasje të forta të këtyre strukturave, do të cënonte mbarvajtje normale të bashkive të reja. Për zërin e Amerikës,